Mos fol. Ajo është e ditur, kështu që është e konfirmuar. Apo, e ke thona? Po, është e konfirmuar edhe me Po, mujna me... Po, mund të me thonë pa problem. Vish vëjtja që A dhe thuje ti Berin? Që përtja dhe komeditin këta. Atëherë, zonja dhe zotërin, kjo zonja këtu që kemi të ftuar, i ka dizajnuar rrobat, veshjet, uniformat e ushtrisë Republikës Kosovës. Së Republikës së Kosovës. Të gjitha, Krejt. të gjitha, edhe qërapat. A vëden, do më thonë gjithë shka, gjdo veshje. Me të gere, me qëto gere, me polisë të tjeshtë. Sportivet janë kadet, sportivet kadet, solemne, ceremoniale, uniformat e pilotëve, të punës edhe janë uniformat kamuflazh. O, zot, 7 kategori. 7 kategori me shkryfemra, do me thonë të dy. A ditë çfarë sa do të më kanë aty për truve mirë. Po është ke pirmat që kajna punu. Po, ama janë shumë bret bukra. Unë i kom pa disa dizajne, se ka shpalos krejt. A ke dalë shumë prej natyrës? Jo, tamam, unë e vetë me moment që kur t'i shoh vesh me ata, është ta nuk e di shkone më të emocionona, kur t'i shoh në i pak. Se kanë më duk. Unë jam i bindur që kam shpall ushtria me veshin ma të bukur. Unë i kom pa, ato janë sidomos ato ceremoniale. O, zot, parë në një marsh. O, për qefi me dalë me luftu. A ceremoniale nuk uftan, kamuflazh uftan. Të na po në gaz. Po, ajo, ceremonialet kismet në pavarësit Kosovës. Po, kur del marsh aty. Deri ma i madh është kur hinë në NATO me qenë me veshje tona. Është dizajnuar, gjithçka është komfort, standardeve, kushteve, atmosferike. Ama nuk është veshje do si do. Jo, nuk është e punu me këtë ajo hartë të Kosovës... O, zët. Bo, e ku kry... Nuk e di. Kuj ka shku menja, bre, ej, ku t'ka shku menja? Po tha, Bobi ka thonë gjemë njërën një arsyen, menja tani ka ardhë. Ama janë, do me thonë, asë një shtet nuk i ka shku menja me bo qatë sanë. Dina, qëka që po fullë? Besoj që ka qa? Jo, jo, se kur i ka marrë ajo. Pik, shëndrit mjaftën. Edhe të ndërë shëndritin një fatë që. Ja, s'kena foto. Njerës të me të ofert, zakonisht gjithmonë i presë në zyre. Edhe gjithmonë është balina që është plani jonë për 2027,